Lore, mirë se erdhe në Lituej. Mirë se të gjej. Gjithmonë shumë unike. Faleminderit. Si ke qenë? Mirë, shumë mirë. Rruga për Kosovës gjithmonë s'ndihet fare. Nuk e ndjem fare. A vetëm kur vi kuptoj se sa më merr malli për Prishtinën dhe sa shpesh duhet vi në fakt. Dukesh pak më ndryshe live, ata kanë thënë. Oh, më ndryshe. Edhe më e bukur. Faleminderit. Po kjo vlen dhe për ty. Oh, faleminderit. Lore, çka të lidh me Kosovën? Pak edhe origjina. Origjina? Po. Gjyshe im ka lindë në Gjakov, kështu që unë kam gjysmë në zemrës këtu. Ne kemi Gjakovare, ma i bashkë patriote, Shumë bukur, edhe plus asaj vjen nga qyteti ku buran muzika e bukur. Shumë e vërtet. A ka qenë në familjen tënde ajo që të ka përcjell gjithmonë muzika? Prindrit e mi kanë qenë historikisht muzikdashës, edhe më kanë dhënë kulturë muzikore shumë të mirë ndër vite. Dhe pavarësisht se nuk e kanë ushtruar asnjëri muzikën, edhe nuk vi nga një familje muzikantësh, e kanë përqafuar gjithmonë te unë. E kanë dashur këtë gjë. Ti, Lore, tingëllon ndoshta për shkak të ngjyrës së zërit gjithmonë kaq e qetë, kaq e ëmbël. A jemi të vërtet kështu kaq e qetë apo e ke edhe ato momente? I kam edhe unë momentet e mia. Si këto dorzat e kuqe. Po, eksakt. Bëhem edhe unë në herë kështu, po më mirë mos më mpa në atë moment. Kur janë ato momentet kur ti thjesht nuk duron fare? Po themi me më sfidu, për shembull që se bën dot këtë gjë, ose atë gjë. Aty s'duroj dot fare, po. Diçka pozitive. Ne po afrohemi drejt ledet, nuk do ulemi edhe pak, për arsye që në Lituej gjithmonë flet publiku përpara se të flasim ne së bashku. Okej. Ti lexojmë disa nga komentet se çka janë thënë online për ty. Ua, nuk është kurse disa shumë nga këto kam humbë edhe si kam pa. Okej. Zgjedhë një. Je ëngjëll si mund t'i thyer zemrën një ëngjëlli si ty. Shumë e vërtet kjo është. Nuk parandodh me mathy kollaj, domethënë, po ndodh pastaj që... Po ta thejnë i nxjerr dorzat e kuqe. Po ma thejnë, ulem, bëj muzikë edhe investoj në veshët tuaj. Është gjithçysh e duhur ndoshta një zemër e thyer të shkruaj ato vargjet e një melodie e cila me të vërtet rrjedhin ato lot brenda një këngë. Absolutisht, kam përshtypjen që për të gjithë artistët momentet më të vështira edhe dhimbjet më të thella janë ato që prodhojnë edhe këngët më të bukura. Aty merr sens fjala, merr pesh fjala shumë. E bukur. Mali dhe Lore sa ne shkojnë bashkë. Kemi pa shumë komente të tilla, Lore. Pse mendojnë që publiku gjithmonë të kam famë me Malin? Kur në fakt ti nuk është që ki pas shumë, ndoshta as pëlqim si shok. Në fakt, ne nisëm me këmbë të mbar një relacion shumë të mirë shoqëror me Malin, edhe si duket edhe muzika që na ka bashku, kishim shumë temat përbashkëta, me diskutu, edhe patëm një kimi shumë të mirë, po deri në një pikë. Kam përshtypjen se, po, siç... A keni sqaruar raportin kur jeni dalë? Jo, nuk kam pas mundësi. Kam bet aty. Kam bet aty, kështu që jemi shumë okej me këtë. Kjo është për në Eurovision. Pse nuk konkurove me këtë këngë, gjithashtu ka 436 like. Kam përshtypjen kjo është për Ramanetin. Po, unë nuk e di nëse do kishte qenë kënga fituese, nuk mund ta them dot kurrë, domethënë, për sa kohë që unë vendosa ta çoj në këngë magjike, po për faktin që mori atë feedback që mori, unë nuk jam fare qethmbetur që s'pata mundësi ta nisja në RTS, jam e sigurt që do të çoj në RTS një gjë edhe më të mirë akoma. Do të thotë do të ndodh në të ardhmen. Do të ndodh, absolutisht. Është një nga gjërat që unë kam në listë për çef. Që vjen tani apo? Me qef shumë, me shumë qef. Të ftoj në hot seat. Okej. Lore, a je nga ato vajza që largohen sa po fillojnë të ndjejnë diçka? Më ka ndodhur, po. A e ke thyer ndonjëherë zemrën e dikujt pa dashje? Po, fatkeqësisht po. A mendon se bukuria ta ka vështirësuar jetën më shumë se sa të ka lehtësuar?
Mendoj që më shumë lehtëson, në pjesën më të madhe të rasteve. Po. A ke qarë ndonjëherë nga zhgënjimi, por askush nuk e ka kuptuar? Po, kam natyrë introverte, edhe kjo ndodh ndonjëherë që nuk dua ta jap veten përpara njerëzve. Po. A je person që hakmirët në heshtje? Varet shumë nga situata. Ka një po një jo këtu. A të kanë stresuar ndonjëherë sepse je e qetë? Po, sidomos ky paragjykimi që kanë përgjithsisht për mua, që jam shumë e qetë, po më shumë se e qetë shumë vanilje, që është fare e vërtet. A ekziston ende dikush që po të shkruante sonte do ta humbje pa kontrollin? Jo, unë gjërat kur i mbyll dhe nuk ka më kthim brapa. A ke frikë nga vetmia apo nga personi i gabuar? Hot one. Po, kam shumë frikë nga vetmia. Përgjithsisht nuk e lë veten të pashoqërume. Më pëlqen të kem gjithmonë një prezencë afër të një njeriu. Po edhe me njeriu e gabuar nuk do kisha dashur me u shoqëru. A je nga ato vajzat që thua që je mirë edhe kur nuk jam fare? Po kam përshtypjen edhe ky profesioni jon ta imponon pak këtë. Që ti të gjithë problemet e tua duhet t'i fusesh në një qese, ti mbyllësh aty edhe të stamposh një buzëqeshe në fytyrë edhe të vazhdosh ditën. Është truk profesional. A ke përdorur ndonjëherë indiferencën si mburoj? Po, shumë shpesh. A ke humbur ndonjëherë veten duke dashur dikë? Edhe kjo ka ndodhur, po. A mendon se meshkujt friksohen nga vajzat si ti? Po, sidomos për profesionit që kam sjell. A ka një fjali që të ka ndryshuar mënyrën si e shet dashurinë? Një fjali? Jo, unë jam e gjitha emocion. Asgjë s'ndikon. A të duket vetja e vështirë për të dashuruar? Deri diku po. A je romantike apo më toksike në lidhje? Jam një mix shumë i mirë dhe i balancuar. Jam një koktejl shumë special. A ke falur ndonjëherë diçka që s'do duhej ta falje? Nuk pendohem në momentin që vendos të fal dikë. A ka pasur periudha kur je ndjer komplet e keq kuptuar? Edhe, po. A të trambi ideja që njerëz dashurohen me versionin tënd në Instagram e jo me ty? Unë vetja jam në të gjithë dimensionet e mia, në çdo rrjet social, në çdo gjë që flas si virtualisht, ashtu në intervista, live, kështu që kam përshtypjen që dashurohen po prapë me mua. A je tip që largohet në heshtje apo bën skena përpara se të ikje? Jo, gjithmonë fisnike edhe me kokën lart. Çfarë është më vështirë për Lore? Të besoj dikë apo të harroj dikë? Vështirë se i shkul njerëzit nga zemra. E kalove sfidën me sukses. Ua, ishte shumë hot, duhet ta them. Deshta mi urua dhe mirë se ardhja shikuesve të Elitue, gjithashtu edhe ty, mirë se erdhe edhe në Kosovë. Mirë se ju gjej edhe gjithë atyre që po na ndjekin. Shumë qef që jam këtu. Çka ka diçka që publiku nuk e njeh nga ti? Në përgjithësi, unë jam mundu nëpërmjet intervistave, daleve të mia publike, po ashtu edhe eksperiencës në Big Brother, Elita, që kam qenë 24/7 përpara kamerave, edhe para se tyja thova me veten, tani njerëzit nuk mund dim për mua edhe si laj dhëmbët, edhe si habuk, edhe si e mbaj lugën, edhe tjerë. Po kam përshtypjen në këtë pikë, s'din për mua gjëra që do të vinë, gjëra shumë bukura që do vinë. Do flasim sonte besoj për atë, por tregoj me përmendën në hotësi që je introverte. Po, pak si natyrë. Sa ta vështirëson kjo punë me që ti je në tregun e muzikës, edhe duke qenë në tregun e muzikës, ti duhesh të jesh ndoshta një butterfly. A social butterfly, fix. Unë mundohem shumë, se si natyrë jam sociale, në sensin
arris, me thënë, të raportohem shpejt me njerëzit, se jam shumë kurioze edhe të hy në raporte, por jam introverte në lidhur me të zbërthyrit të botës time të brëndshme, të asaj që unë bartë së brëndshmit me njerëzit në fillim kur takohem. Edhe derisa të rritë fitoj besimin e tjerë. Po kjo introvertizmi më ka krijuar kështu një bulzë shumë të madhe që më ndihmon me kreativitetin. Mbyllem në atë botën time edhe... Ti je lindur fiks për artin, këtë e ndjejmë, e shprej, e ndëgjojmë për mes muzikës tënde, por si arrite deri te arti, kur ishte ai momenti që ti kuptove që ti thjesht don me u marrë me muzikën? Nga më qenë shumë e vogël edhe mbaj mend veten time, kemi pasur në shtëpi disa bokse shumë të mëdha, edhe luanim CD-të e këngëve më të fundit që jepeshin në MTV, edhe bashkë me vllajën tim më të madh që praktikisht ka qenë një nga bashkë me familjen time që kanë qenë influencë shumë të mëdha në muzikë, siç e thash edhe që parë. Vini muzika në maksimum edhe unë isha gjithkohës lip-syncing edhe duke vjedh gjithkohës maniera të këngëtarëve, formën se si interpretonin e tjerë dhe aty kuptova që kisha një tip pasioni për të gjithën këtë. Por momenti i parë që unë kam qenë në kontakt me skenën ka qenë The Voice of Albania, kam qenë 17 vjeç në atë kohë. Çka mendon që e gabove në atë kohë? Sepse si 17 vjeçare patjetër që bën gabime. Mendon që ki bën ndonjë zgjedhje që sot do ta ndryshoje? Të them të drejtën, ndoshta e vetme gjë që do kisha dashur unë në të gjithë karrierën time, jo vetëm në lidhje me Voice-in, do kishte qenë të kisha nisur edhe më përpara të merresha me muzikë. Pastaj për zgjedhjet që kam bërë aty brenda të mentorit apo vocal coachit, nuk bëhem pishman, absolutisht. Kam marrë më të mirën e gjës që mund të merren atë kohë. Sot kemi shumë problem me të rinj, të cilët gjithmonë edhe këtu në emisionin tonë ankojnë që është shumë vështirë të depërtojnë në skenën e muzikës. Është shumë e vërtet. Si mendon ti cila është ajo rruga e duhur për të ndjekur që të kemi edhe më tepër emra të rinj në skenë? Mendon që sidomos ty atë ka ndihmuar të jesh pjesë e një reality show? Reality show po edhe talent show ndihmon shumë në këtë rast si një trampolin për t'u shpreh artistikisht. Të ndihmon shumë që edhe... Po t'jesh më unik ndoshta të rrezikosh, sepse kemi shumë raste të cilën ndoshta e mohojnë atë që janë, duan të jenë si të gjithë, e ndoshta aty humbin. Absolutisht, në momentin që ti mundohesh të ndjekësh një trend, mundohesh të bëhesh një kopje e shëmtuar e dikujt tjetër që në fakt atë gjën e ka native, ka autentike, aty fillon humbet shumë nga vetja. Kështu që duhet të jesh gjithkohës eksperimental me veten, që të kuptosh se ku qëndron më mirë dhe ku mund të shprehesh më mirë veten artistikisht. Kjo është një gjë për shembull që unë i kam shkuar nga pas me shumë po themi këmbgulje. A bën kompromise në studio Lore? A ndryshon diçka për shkak që producenti e do? Jo, e di çfarë, e para fare fati im është që punoj me njerëz dhe me artistë që të pari nuk duan që unë të bëj kompromise me atë që më vjen mua natyrshëm të sjelljes për sjell. Edhe janë po ashtu njerëz shumë dhe artistë shumë me botë shumë të bukur edhe shumë unik në formën se si e konceptojnë dhe perceptojnë edhe e përjetojnë muzikën. Prandaj edhe ata nuk janë vetë artistë që po themi duan të ndjekin tregun për hir të një kompromisi apo për një depërtim më të shpejt në treg. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë që të qëndroj, po themi, kështu siç jam, origjinale. Kujt do t'i falenderoj sot? Absolutisht atyre që më kanë zgjat dorën nga dita 1, atëherë kur as vetë nuk e dija se sa mund të përkisja në këtë botë. Janë çunat e mi, Elban Kondi, Fabian Basha, Genco Osmani, janë absolutisht ata njerëz që kanë besu tek unë edhe te ajo që unë kam që ka lindë me mua, po themi, edhe që mund ta qëndisim si ëndër të bashkët një të nesërme. Në këtë rrugë që e ki zgjedh, patjetër që ka edhe persona të cilët të thonë jo. Atë kanë thënë ty jo? Po,
Kanë qenë jo që thjesht më kanë bërë të kuptoj që në momentin që një derë mbyllet, shumë të tjera hapen. Jo që, po themi, më kanë bërë të kuptoj që nuk është momenti. Edhe... Si i përjeton këto momente ti, Lore? Po aty për aty je emocional. Thyesh. Artistët... Çka mendon për festivalet në përgjithësi? Thyesh ti sepse shumë artista e thonë edhe kanë irritim pas përfundimit të festivaleve. Unë jam shumë natyrë kompetitive. Shumë. Edhe dua gjithmonë maksimumin, edhe dua gjithmonë perfekcionin, edhe i kthem regjistrimit, i kthem koreografisë, i kthem provave. Shumë. Dhe po, e marrë shumë për zemër një kompeticion në momentin që hyn garë. Dhe dua ta fitoj, nuk kam ambicie tjetër, përveç se ta fitoj. A të kanë hyrë në hak? Duhet të jem unë që them kështu. Sa e mirë, maj. A më kanë hyrë në hak? Të kanë hyrë në hak. S'ka problem. Dhe njërë është më mirë kështu. Dërshproshte? Po, shumë. Shumë. Por a dorëzohesh? Kur? Do të shohem prapë në festivale? Po, me shumë qef. Nuk e di nëse do jetë ky viti. Tregom, a mendojnë që edhe në festivale në momentin kur shkon i ndëgjon këngët të tjera, a mendojnë që ki bozgje të gabume? Me këngën time? Po. Kur? Jo, pak të ndërë tani s'kam dorë. Jam shumë, besoj shumë me instiktit edhe intuitës time. Shumë. Edhe e di do me thënë që atë që gjën që sjell në momentin e dur. Mendoj që kam pa modesti këtë kam godit në po brenda karakterit tim, prandaj unë jam gjithmonë entuziaste për gjërat që sjell, se janë ndryshe, janë eksperimentale. Te kënga magjike ki këndu Amanet, apo jo? Po. Ajo e mori zemrën e gjithë publikut, por cilën këngë ti këndon me shpirt? Me shpirt? Kështu që përjeton 100% emocionalisht. Për ne ju jetë ndizën lartë, ka qenë një vit përpara Amanetit në konkurim, po prapë në këngën magjike. Mund të them që është një nga këngët që ka shënjuar më shumë të shpirtin tim. Të kanë akuzu që në shtëpi e ki këndu Amanetin shumë. Po ma kërkonin mi. Mund ta kërkoj dhe unë mi? Po mi. Hajt mi. Amanet, ne të vëna, mos mi prish këto ndra. Jam e mirë, nuk bëj lojnë, bojna qef si dojna. A e li? Versioni më i mirë, ndonjëherë. Më i mirë, absolut, po. Gjithmonë kur e kom pa, kom thonë, do ta kem në studio, do të ma këndoj dhe mu. Ishte ndrysh. Ki patë shumë bashkëpunime. Po. Tregom si shkoj me MC Creation me Elinel. Ndryshoj perceptimi jëtë për ta diçka? Më mirë, më keq? Unë qëllimisht e kisha mbajt veten pak të distancume nga bashkëpunimet deri në atë moment, se ka qenë shumë e rëndësishme për mu me vën një vullë artistike, me pas një cikël muzikor timin, me tregu atë që unë jam në të vërtet, dhe të gjithë dimensionet e mia artistike, po themi, të pa korruptuara. Dhe me thënë, ashtu rjeshtëm si mund vi unë. Dhe e bëra këtë gjë për 2 vite rresht, me disa materiale shumë eksperimentale dhe një EP pastaj shumë më emotive. Dhe në momentin që pata Amanetin në një formë mbylli gjithë këtë ciklin, ishte koha për të eksperimentu me bashkëpunëtorë. Edhe erdhi materiali me Creation në një moment që nuk e pristin fare. Në njëherë këto gjërat spontane janë vërtet ato që më të durat, po, më të bukurat edhe më të durat momentit. Mendojnë që e morën atë vëmendjen e dur? Unë absolutisht mendoj për materialet e mia që janë si t'janë fëmijët e mi, bebet e mia. Mendoj që kanë shumë potencial se aq, patjetër, por që prap mendoj që është pëlqyer në masë. Edhe pse i papritur si bashkëpunim. Është bashkëpunim i parë. E the që je luftarake, por si të bën mu ndjen ndoshta kur e sheh një këngëtare që s'di të këndoj live e merr me mira euro brenda një note? Po. Po shiko, edhe si është puna,
E para fara unë nuk njoh kështu situatash, fenomenesh, mos dish të këndosh fare edhe ndërkohë të paguesh masivisht. Qa thumi? Qa thumi? Janë këto mi. Shumë korekte je, por... Jo, s'kam përshtypjen këto bien gjatë rrugës. Mund t'jenë një vit fenomene dhe pastaj bien gjatë rrugës. Kam përshtypjen janë përgjithsisht të personazhe që nxjerrin reality shows. Kupton? Marrin atë bujën aty për aty, një famë të përkohshme, edhe turren të gjithë të muzika, se kam përshtypjen mendojnë që është më e prekshme, është më e depërtueshme edhe nëpërmjet publikut, po publiku është shumë smart edhe selekton rrugës edhe fillojnë të gjithë. Pse mendojnë që rrugtimi jot në Big Brother nuk ishte edhe aq i gjatë? Si fillim unë Elita nuk u futa për lojë. Unë u futa më shumë që t'i jepja njerëzve një tjetër dimension timin për të njohur. Edhe gjithashtu edhe për të promovuar. Amanetin atë kohë kishte ndes shumë. Edhe mua më desh një push i fundit që të kisha mundësi që t'i preke njerëzit në dimensione më ndryshme. Dimensione tjera edhe në ngjyra tjera. Që i shkurtër se unë nuk bëra shumë kompromise, unë nuk u futa shumë thellë në lojë. Mendojnë që do doje të ndryshoje diçka në lidhje me raportet me ndonjë banor ndoshta? Do doja për shembull që disa gjëra të kisha qenë pak më e shpejt në kohë, në veprim. Do kisha të qenë më e shpejt, ndoshta jo aq analitike, do të thënë analizuese në të gjithën. Edhe ke pas ndonjë sens se çka bëhet jashtë, Lori? Po, kisha momente që thoje që jashtë bëhet nami, se aty aq mund të kuptoje. Kisha momente tjera që thoje që kjo gjë s'po funksionon, të tipit, ose që mund t'je duke u bërë. Po, Prime ishte një tregues shumë i madh. Unë kuptoja aty që për sa kohë që nuk kisha kryefjalë Prime-it, nuk po bëja mjaftueshëm me raportet që kisha ndërtu brenda, apo me vatrat e sherrit që kisha krijuar brenda. Edhe këto janë tregues. Unë po e kuptoja se kësi po shkonte rrugtimi im edhe të them drejtën, në fund fare, thjesht vendosa që ta lëmaq, domethënë, edhe të ishe shumë e afërt me Mirin. Po. E ke parë Mirin si fitues? Apo e ndjej që Selin mund ta fitonte? E kam parë Mirin si fitues. Për aq sakrifica sa ka bërë Miri brenda, edhe lëvizje, po themi, si shpirtërore, ashtu dhe strategjike, do me thënë të gjithë shpirtin që i ka dhënë gjës brenda, e mendoja Mirin fitues. Njëkohësisht edhe Selin, po ashtu, ka dhënë shumë nga vetja. Po, patjetër. Miri e meritanta. Mirin e kisha dashur më shumë për si fitues. A ja urove Selinit? Patjetër. E kam takuar me shumë dashamirësi edhe e kam uru me shpirt. Si qëndron me raportin me Brikenën sot? Brikena vazhdon tjetë një nga gocat që unë kam raport më të mirë nga Bigu. Vazhdojmë shkruaj mirë pas here, urohemi për gjërat, po nuk kemi pas mundësi për të takuar. Janë gjithë pas Bigut, jemi gjithë super të angazhuar me gjëra, shumë vështirë për të pa, po është një nga njerëzit që kam dash më fort aty brenda. Lori, me që ishe në shtëpinë e Big Brother, mendojnë që raportet e dashurisë mund të jenë të vërteta? Fillojnë si strategji, ndoshta përfundojnë si dashuri, por... Po të gjithë e dim që romanca është një pistë shumë e mirë për të qëndru sa më gjatë në shtëpi. Është një variant i mirë. Po aq sa dhe konflikti. Po nuk di ta them nëse çiftet që u krijuan aty brenda janë reale dhe vazhdojnë edhe sot me po të njëjtin intensitet. Shoh ç'a bëhet vërdall, po si çift sot kur isha. Po nuk e di, Selin Gimbo më duken më legit. Më të vërtet. Interesante si përgjigje, Lori. Më fal ti si është Lori e dashuruar. Se më daj politikë. Jo, tash ma dëshmuve shumë pak. Po, e pra. E them, me që e qova gjithë intervistën korrekte, diçka pak. Si e ti kur dashuron? Koke këmbë. Po. Shumë e vënë. Je sot e dashuruar? Jam. Je dashuruar.
Unë kam thënë që nga koha që kam qenë në Big, që jam në një marrëdhënie. Ishte një marrëdhënie përpara Big Brother apo u forcua më pas? Ka nis pak përpara Big Brotherit, po. Edhe Big Brotheri që një test, shumë i lezetshëm. Po, aty brenda... Është personazh publik? Jo, nuk ka lidhje fare me muzikën, për fat mirë. Okej. Cili ishte ndoshta ai komenti i parë të cilën ta jopi partneri kur dole nga shtëpia? Dole shumë shpejt. Ishte shumë i zgënjym nga sa shpejt kisha dalë. Me thënë, ndërkohë reagimi jemi ishte: a jemi akoma bashk? A kam bërë një gjë që s'duhet? Atë kam met diku? Besoj që do ta donte ti thoje diçka nga kjo studio. Ti e shpreh shumë bukur me fjalë, e shpreh edhe me muzikë. E ke mundësinë, mund ta thuash ndonjë fjalë rreth ti dedikosh ndonjë dedikim dashurie apo ta thuash me këngën? Me këngë, po, sa bukur. Unë jam shumë, tani ti mos më prek mua në pikat e mia të introvertizmit. Unë kështu deklarata publike nuk bëj, ja fillova që tani të nxet këtu. Ai di shumë mirë të gjitha, kështu që unë mund t'i them vetëm që të mos ndryshoj edhe të qëndroj ai që është, sepse kështu më pëlqen. Po, e shkurt e bukur. Jo shumë poetike, por kënda dedikoj. Kjo vlerë shumë romantik në botë tani. Mua më lërë të bëj muzikë. Kjo është pika ime fort. Tregom çka je në përgatitje tash. Do të kemi ndonjë bashkëpunim me West Side Family për shembull? Se e di që keni raporte shumë të mira. Po, që se vjen diçka shumë natyrshëm dhe ishte shumë bukur. Po, pse jo? Unë punoj me çunat në gjithë në studio, her pas here ndajmë, po themi, studio sessions bashk, po që se vjen diçka shumë spontanisht, pse jo, do më pëlqen të. Cili këngëtar të pëlqen ty, Lore? Me këtë do doje ndoshta një bashkëpunim të ardhshëm? Një bashkëpunim të ardhshëm? Po ja, për shembull, unë nuk e di, kam lënë intervistë që më është drejtu kjo pyetje pa thënë Elvana Gjatën. Unë kam Elvanën... Po ti e fitova atë që desha? E fitova, po, prandaj them që është një portë e hapur, është një derë e hapur për një bashkëpunim që kam përshtypjen që s'do vonoj. Unë jam kështu, i manifestoj gjërat edhe kështu që edhe situata me koncertin e Elvanës. A ka këngëtar të tjerë të preferuar, përveç Elvanës? Se tashmë e kemi kuptu, ki bët thirrje në TikTok, e dim, e kemi kuptu. Nuk e që është shumë evidente. Po ja, për shumë një bashkëpunim me Gjikon s'do ishte keq. Ta rikthejmë? E pra, se ka shumë kohë. Ka kohë që mungone. Do t'i them. Këngët ta bëni tek Big Bang. Po, shumë dakord jam. Ti marrë dhe çunat, se aty janë. Ikem. Do t'ishte shumë e bukur. Shumë bukur do ishte një që shumë. Por, Lore, përveç muzikës, si e shpreti ndryshe vetën? Përveç muzikës? Po. Shiko... Do një pasion që të pëlqen? Një pasion i fshet, po themi, që unë kam. E di, unë jam aqe stër fokusuar në muzikë, sa që më ngel shumë pak kohë për veten time, edhe ajo kohë që më ngelet, unë mundohem që po prapë të fantazoj për gjëra që lidhen po prapë me imazhin tim, po prapë me dukjen time, me energjinë time skenike, etj. Edhe nuk e di, ja, ulem edhe skicoj gjëra, qa të vesh edhe qa të bëj. Do të thotë i skicon vetë edhe? I dërgon pastaj të realizohen? Unë jam thjesht një fan se Pinteresti. Jam kurioze ta shoh Pinteresti. Po, edhe kam një moodboard shumë të lezetshëm aty brenda edhe thjesht të liroj gjithë fantazinë time. Mendojnë që ndonjëherë publiku edhe nuk të kupton? Me veshje? Rrezikon më tepër? Po, rrezikoj. Edhe me grim? Po, faleminderit shumë. Dhe mban mend atë grimin tim ikonik të Big Brotherit. Sa që faleminderit. Me një falsize, po. Qa mendove kur i pa gjitha ato memet? Tash, me si përpres të takoj ato grimjeren e duarar. Jo, me shaka. Me shaka e kam taku edhe kemi qesh shumë. Jo, kam qesh shumë. Dhe me to, mu desh edhe ajo. Dhe me thënë, isha bo meme për Amanetin, po edhe një grimi lezetshëm, Gaga style, duaj. Shikon, ndonjëherë këto strategji janë të duhura? Po, për shembull, po.
Ndoshta edhe në festivale janë grupe të cilat përdorin për të njëjta strategji, të komentojnë rreth veshjeve të tyre, të qëllëmshme. Madje kur kam dalë për shembull, kam thënë me vete si s'kam qenë një prime vetëm me peshqir, vetëm me tuta. Një gjë për shembull që është e paperceptueshme kështu domethënë, po që po, janë elementë që mund të ndihmojnë që të ndezësh një diskutim. A të pengojnë sot vëmendja kaq e madhe e publikut? Vëmendja? A më pengon? Po, sepse vjen me të mira dhe të këqija, me gjitha ato meme, me komente negative, po njëkohësisht dhe shumë dashuri dhe pozitivitet. Jo, për sa kohë që unë kam graduar trurin që dua të jem pjesë e kësaj industrie, më ngelet vetëm që ti mirëpres të mira dhe të këqija, të kritika edhe komplimente që më vinë në këtë rast. Deri tani domethënë nuk jam hasur me një gjë, pra edhe memet i kam marrë me shumë sportivitet. Cili koment ka pëngu më së shumë ti? Diçka që se ki kuptu kur pse ta thonë? Për shumë kjo me mali. Keni pasë dhe shumë edit. Pse? Koment. Për shumë, një koment shumë i shpesht të brënda ka qenë po kjo çdo këtu. Ose po kjo pse sikën, pse s'provon tregun jashtë, ose këto janë gjëra për shembull që më dhëmbin her pas here, domethënë. Lore, të falenderoj shumë që ishe në Elite Way, sepse i kalu minutat tonë. Ishte kënaqësi me të pas përballë dhe nuk e di pse ti thua që je introverte, por mua më jap energji të papar. Do jemi shoqe se me briken. Kënaqja shumë. Faleminderit.